Mos e hupni shpresën tek bëshira dhe bujaria e Allahut, por kërkoni falje dhe pendoni tek Allahu për gabimet e juaja. Dhe dini se brenga kryesore e muslimanëve dhe besimtarëve dhe njerëzve të mençur, padyshim të dashur xhamatli, është që Allahu neve më na fal mëkatet, neve më na fal gjunat. O ju besimtar, ne jetojmë vite dhe ditë të shumtë, por a kemi pyetur ndonjëherë vetët tona se cila është dita më e mirë dhe më e bukur dhe më e lumtur që e kemi jetuar që nga momenti që na ka lindur nëna jonë dhe jemi bërë me ditë? Cili është ky moment? Disa njerëz vëllezër do të përgjigjen dhe do të thonë se dita ime më e mirë, më e bukur dhe më e lumtur është dita kur kam diplomu, në rregull. Disa të tjerë mund të përgjigjen dhe do të thonë se dita ime më e bukur, më e lumtur, më e gëzuar është dita e martesës, në rregull. Disa të tjerë mund të përgjigjen dhe do të thonë se dita më e lumtur për mua është dita kur Allahu më dha pasardhës, më dha një djalë apo më dha një vajzë, në rregull. Disa të tjerë mund të përgjigjen dhe të thonë se dita ime më e mirë është dita kur e kam hapur një fabrikë, një biznes, kur e kam hapur një lokal, kur e kam lënë një vetur, kur e kam arritur një shumë të majme të pasurive. Vëllezër, të gjitha janë këto lumturi dhe gëzime që besimtari duhet të gëzohet në jetën e kësaj bote, por dita më e mirë që ka mundësi besimtari me jetu në jetën e tij është ajo ditë kur ta kupton që Allahu te bareke ve teala e ka fal. Kështu na tha pejgamberi alayhis salam. Kemi për këto hadith? Po vallahi. Dëgjone, meditone ngjarjen e një sahabiu të ndershëm, të gjithë e njohim dhe të gjithë e duam, Ka'b ibn Maliku. Pejgamberi alayhis salam një ditë prej ditëve i kishte urdhëruar shokët e tij të merrnin pjesë në betejën e Tebukut, një betejë shumë e madhe, në mesin e vapës të madh, në mesin e nxehtit të madh, por disa nga shokët e tij nuk kishin marrë pjesë o vëllezër besimtar. Shkoi pejgamberi alayhis salam shkurtimisht me shokët e tij në betejë. Ka'b ibn Maliku, i cili nuk ishte përgjigjur urdhrit e pejgamberit alayhis salam, i kishte ra pishman me jetë. Ishte pikëllu, ishte mërzit. Kur pejgamberi alayhis salam po vjen me shokët e tij nga beteja, i urdhëron shokët e tij me e bojkotu Ka'b ibn Malikun dhe mos me i fol, subhanallah. O vëllezër, 40 ditë, 40 ditë, pejgamberi alayhis salam me shokët e tij nuk i kanë fol Ka'b ibn Malikut. Ka'b ibn Maliku thot pasha të madhin Zot, nuk dëshiroja me jetu. Sprov më të madhe, musibet më të madh, fatkeqësi më të madhe, se mos më të fol pejgamberi alayhis salam. I dashuri i Zotit nuk kish. Thot Ka'b ibn Maliku shkoja në xhami tek pejgamberi alayhis salam, më u fal në një saf me pejgamberin alayhis salam, i jepja selam, i dërguar i Zotit, nuk ma kthente as selamin. Ja shikoja buzët e tij të bekuara, as buzët nuk i lëveste, subhanallah. Thot u mërzitja shumë, u pikëlloja shumë, fillova të çaj ditën dhe natën me dënes dhe u pendoja tek Allahu te bareke ve teala. Në ditën e 41, në ditën e 41, pejgamberi alayhis salam e urdhëron një shok të tij me shku dhe me i troki tek dera e Ka'b ibn Maliku dhe me i thon: "O Ka'b, tash as gruaja jote mos më të afro. Edhe gruaja jote më të bojkotu, subhanallah." Sprov pas sprove, as gruaja mos më të fol. Kjo gjendje o ju besimtar vazhdoi 50 ditë. Thrëfen vet Ka'b ibn Maliku dhe thot: "Në ditën e 50, përderisa isha duke folur namaz, në momenti që kam dhënë selam, po e ndëgjoj një zë që po brohoret dhe po theret me zë të lartë duke thënë: Ja Ka'b, abshir, ja Ka'b, abshir, o Ka'b, përgozohu, o Ka'b, përgozohu." Në këtë moment thot Ka'b ibn Maliku e kuptova se Allahu më pranoi faljen, Allahu më pranoi pendimin dhe më ka shlyë mëkatin dhe gjinojnë. Thot Ka'b ibn Maliku, shpejt e kun vesh rrobën time dhe kun fillu me zbrit me shku tek pejgamberi alayhis salam. Njeriu e parë që e kam taku në rrugë ishte Talha ibn Ubaydillah. Kur e kuptoi këtë lajm të gëzueshëm se Allahu mu më ka fal mëkati dhe gjinojnë, më përqafoi, thot vallahi s'kam ja rrugë tas një herë. Thot Ka'b ibn Maliku, dëgjoni vëllazër, shkova tek pejgamberi alayhis salam. Fa nadhara ilayya wa tabassama wastanara wajhuhu. Më shikoi pejgamberi alayhis salam dhe fytyra e tij filloi me buzëqesh. E kur ka buzëqesh profeti jon Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, ka ndriçuar fytyra e tij, ka bën nuri fytyra e tij, ka bën dritë fytyra e tij. Dhe këtu vëllezër është rezumeja dhe tematika jon e hutbës së bekuar së xumas. Andaj dua që ju të më ndëgjoni tani me veshët e zemrës së juaj,
Se çfarë i ka thonë pejgamberi alayhis salam Ka'b ibn Malikut? Po i thot Ka'b pejgamberi alayhis salam Ka'b ibn Malikut, ja Ka'b, abshir bi khayri yawmin marra alayka mundhu an waladatka ummuk. Thot o Ka'b, përgozohu më ditën më të mirë që nga momenti që të ka lindur nëna jote, se ty e Allahu të ka fol mëkatin, se ty Allahu të ka fol gjunojnë. Allahu akbar, Allahu në vëpritëre, ja Rabbel Alemin. Shikone ju besimtar, shikone ju musliman, mos e hupni shpresën tek bëshira dhe bujaria Allahut, për kërkoni falje dhe pëndoni tek Allahu për gabimet e juaja, dhe dini se brenga kryesore e muslimanëve dhe besimtarëve dhe njerëzve të mençur, padyshim të dashur xhamatli, është që Allahu neve më na i fal mëkatet, neve më na i fal gjunat.